Faleminderit, i nderuar. S'pari njerë, në qoftë se do të dojnë që mos t'ishte kaq shumë kjo për procedurë, dhe e nis me këtë pjesë, i nderuar nuk do të lejoni disa fjalë që gjithë kolegëve dhe gjithë opinioni publike kanë rrethuar. Terrorizëm, sot, dhe skuthliqet e Llambadarit. Këto nuk duhet të ishin lejuar prej jush, në qoftë se do të flasim për procedurë edhe mos të kishte ardhur kjo situatë sot. Unë kam qenë me 10 ditë vetë dhe me familjen time me ata njerëz në shesh dhe nuk kam qenë as jam terrorist dhe as kam qenë kurrë me terrorist në shesh. Në qoftë se ka një protest nga më paqësorët bëra ndonjëherë në Republikën e Shqipërisë, është kjo që po ndodh sot. Se po tjetë për Llamallarin dhe skuthliqet e tij, do kishte vajtë sot, do kishte arrestuar gjithë pulat që mos pillnin vezë, sepse ato janë armët terroriste dhe kimike që po përdorin sot terroristët aty jashtë në thonjse. Atë duhet bëj shoku Llamallari. Se të merret me ata forcat policisë që ka 4 vjet nuk i blen në uniforma, se i harxhut nga 700 euro për i kapele. Dali policët a thotë i kemi me vripa, ne ka hangë mola. Ata njerëz, binënash atje që i vidit përballë me njerëz normal dhe thjesht familjar. I shikoni se nuk i keni dhënë orët shtesë dhe po i lini digjen vap. Këtë shikoni. Të shikoj akte terroriste të atyre kimikateve që po përdor ndaj atyre binënash që dalin atje për vjedhjet që po i bënë Shqipërisë, që po bëri ilaçet që mungojnë për spitalet e Shqipërisë, për atë që ndodh me bujqësinë, për mjerimin që ndodh në bujqësi, për arsimin dhe për nënat që janë sot me djepet bosh se i kanë ikur fëmijët e tyre për shkak politikës tuaj. Këtë do t'ishte marrë Llamallari sot, sepse digjet lëkura atyre protestuesve. Sepse bën 70 kilometër ato makinat e policisë ditë jo më shumë se nuk ta pranon Qeraxhiu. Se vetëm një shoqërim që i bëjnë Ramës nga Çerma në Ardenic vajtje ardhje ka mbaruar kilometrazhi, që mund bëjnë ata ditë, se s'ka naftë me ndjek Allexhin dhe kriminalat, dhe janë gjithë sot atje. Kështu që as unë, as familja ime dhe as ata atje nuk janë terroristë, po janë këtu për turpin që politika ju ka prodhuar këto 13 vite. Zoti Alizoti. Zoti Peleshi,